Faleminderit zonja drejtuese e seancës. Dy fjalë për të gjithë dashnorët e Flamengove dhe të Pelikanit Kaçurel. Ti, Gjergjinski, atje, Lenini, nuk mund të dhimbë se Pelikani Kaçurel dhe Flamengoja, ditën kur këta kanë zgjerë fonde për të ndruar me terapi hormone seksin fëmijëve. Dakor? Fëmijëve tanë, që të gjithëve. Me taksat tona që ty të dhimbë se na shumë. Atë sheshin që e ke plot atje, ti e bashkëpunëtori i tyre. Atë sheshin që e ke plot atje, 67% njerëzve i ke demokrat. Të ekspozuar votues të Partisë Demokratike, drejtues strukturave të Partisë Demokratike. I ke marrë dje, atë protestën, nxjerr një ashtu dhe e bëni vetë. Ju a bën ky këto, PR-in. Rama dhe Berisha njësoj të dy në burg. Ti. Dakor? Dhe ca qindra për atyra 10 i ke sjellë Kselia Partisë Demokratike, marksista leninista të vegjël. Tash ta dish një gjë ti. Ka ajo Selia atje, Marksi ka një faturë pa paguar. Shpaku faturë e vjetër. Paguhet me varre pa eshtra dhe eshtra pa varre. Ti, komunistuc i vogël, jashtë kohë, krysh oficeri, shefe kuadri, ku çka kanë qenë nga këta të vegjëlit. Dakor, çorra, topellor, çfarë jeni ju aty që vazhdoni thoni Marksi dhe Lenini, kundër imperializmit, mirë është mos vish ta paguash, ti do ta paguajnë këta. Këta që së ndjehen diçka din, mama. Në qoftë se do ta hapësh këtë lojë, ne e hapim, nuk është problem, po ty nuk të leverdiz. Gjëja e vetme që ke bërë djeti, duke çuar njerëzit atje, është që treqerekun e sheshit e ke larguar, se të kanë treguar sikur se nuk je ti organizatori, se është protestë qytetare ajo. Dhe në qoftë se thuhet jo politikan, ti jo i pari. Sepse akoma me qorrat paraardhës, Gjergjinskin, Leninin, Stalinin paraardhës, dakor? Akoma sot vazhdojnë paguajmë dëmin e tyre, e quan këtë popull në uri dhe në tallon. Kështu që me kujdes herë tjetër dhe me batutat dhe me të gjitha. Forcët përgjigjen prapun.